Derisa para drejtësisë nuk dalin kokat apo organizatorët e këtij sulmi terrorist, kjo është gjysmë drejtësi. Natyrisht, unë jam i kënaqur me vendimin e gjykatës, po jam edhe më i kënaqur që të akuzuarve ja u kemi mundësu si sistem gjitha drejtat procedurale dhe në fund tash e kanë marrë dënimin çfarë familja Afrim Bunjakut edhe ka parashiku dhe vazhdojmë tutje, po po e përsëris duhet para drejtësisë të vihen edhe organizatorët e këtij sulmi terrorist. Është vërtet që janë të pareshtëm për drejtësinë, por këta të dyshuar do të jenë barë për Republikën e Serbisë, ata kur nuk do të hynë në Bashkimin Evropian pa i gjyku ose pa ja dorëzu këta persona drejtësisë së Kosovës. Kështu që vazhdojmë tutje, është shumë keq që ata nuk janë gjyku, por edhe kjo është prapë më mirë se asnjë lloj gjykimi. Duhem me përsërit, familjes Afrim Bunjakut asnjë vendim nuk ja kthen afrimin. Po sidoqoftë kjo është një satisfaksion edhe për familjen, por edhe për gjithë neve, mbrojtësit, po edhe për popullin e Kosovës. Unë do ta shiqoj një herë arsyetimin e gjykatës dhe pasi ta lexoj arsyetimin e gjykatës do të vendosi a do ta apeloj ajo. Në përgjithësi jam i kënaqur me vendimin për dy të parë, për tretën jam tash në fazën kur do ta analizoj këtë vendim gjykatës.